Shkruan Evi Kokalari, këtë të diel që shkoi Fatmir Mediu rastësisht, po flisja pikërisht me asistent prokurorin e përgjithshëm të SBA-ve, zotin Aaron Reitz, që është mik i mirë prej kohësh, dhe më përmendi që ishte takuar me ty. I bëra një shpjegim të detajuar për procesin e hapur që ke me SPAK-un në Shqipëri dhe çështjen e 26 të vrarëve në Gërdec. Tani do t'i dërgoj postimin tënd që ta kuptoj se si i përdor ti këta sa herë duhet të jesh në gjykat. Nuk e dija, më tha. Sigurisht që nuk e dinte as Keith Sell dhe të tjerët që i takon ti këtu nuk e din, dhe besojnë pallavrat që i shet ti. Por tani që Sali Berisha është i mbaruar, me ty do merrem. Një hap prapa do të më kesh, duke ju shpjeguar faktet atyre që ti i mashtron. Ti duhet të rish në Shqipëri dhe të investigohesh nga SPAK, sepse ky nuk është persekutim politik për ty. Je peshelet dhe nuk i intereson njeriu të merret me ty politikisht. Dhe dy fjalë për komunitetin tonë në Texas. E dini vetë kush jeni, se më ndiqni në Facebook dhe ja u kam thënë më parë, boll mbështetet me Diun dhe Berishën, sepse po i bëni shumë dëm demokracisë në Shqipëri, që këta e kanë marrë peng. E kuptoj naivitetin tuaj ndaj Mediut, sepse edhe unë me naivitet i besova Berishës. Fakti është që ne jemi mësuar ndryshe në Amerikë, politikanët këtu nëse janë në Kongres kanë një farë kredibiliteti si njerëz të mirë. E pra ashtu e konsiderova unë të djathtën shqiptare derisa kuptova që këta janë arsyeja kryesore pse Shqipëria nuk ecën përpara. Të dashur bashkëdhetar të Teksasit, po ja u a them shumë hapur, nëse nuk hiqni dorë nga kjo përkrahje që jepni Fatmir Mediut, edhe nuk lini drejtësi në Shqipëri të bëj punën e vet, targeti im kryesor do të jeni pikërisht ju. Sepse jeni ju që po bëheni pengesë për të djathtën në Shqipëri të marrë jetë. Nëse keni nevojë për sqarime të mëtejshme, telefonin tim e keni.